ardhur në kanalin tim në një vlog të ri. Unë quhem Paula, për ju që nuk më njihni, dua ta nis këtë vlog me një rikujtim shumë të rëndësishëm, por në çdo vlog do ta bëjmë këtë rikujtimin akoma më të rëndësishëm, akoma më të vullosur, të vendosur, që duhet të bëni subscribe, sepse shumë nga jush, unë e di që më ndiqni dhe nuk më keni ende subscribe, sepse ne jemi diku te 4300 subscribe këtu dhe videot shkojnë mbi 4K, mbi 5K, ka raste që shkojnë dhe 7K, 6K, edhe më tej, më lart. Kështu që të më ndiqni, të më bëni subscribe, pse jo, nëse ju pëlqejnë këto videot e mia, edhe unë do jem shumë e lumtur dhe të arrim sa më shpejt 5K. Uroj shumë që të arrim 5K deri në 15 maj, që unë kam ditëlindjen dhe të jetë kjo si një dhuratë nga ju për mua. Uroj shumë edhe të mundoheni të më suportoni sa keni mundësi, sigurisht nëse ju pëlqejnë videot e mia, pa ju imponuar as pak. Kemi nisur kështu një vlog të ri, cute, na ka ardhur pranvera, gëzuar pranverën, është stina ime e preferuara, mund të them, që më motivon dhe më ringjall edhe më ngjall çdo emocion pozitiv brenda meje dhe jam shumë herë më produktive se në çdo stinë tjetër. Pranvera është stina ime, po, është stina ime, nuk ka të bëj thjesht me faktin që kam lindur në maj, por ka të bëj sepse qelja e pemëve, e luleve, ngjyra, drita, dielli, domethënë të gjitha këto së bashku nuk mund të jetë kurse si një Paula e lumtur pa to. Kështu që po, mirë se keni ardhur në një vlog të ri. Sot është shtunë dhe unë e nisa ditën time duke ngrënë një croissant me shoqen time. Është hapur një dyqan i ri këtu. Ka gati një muaj dhe ishim bërë shumë herë muhabet që të shkojmë dhe nuk kemi arritur asnjë ditë të shkonim. Sot ishte dita perfekte sepse kishte edhe diell dhe thash sot do të dalim, do vishem cute edhe ta shijojmë këtë ditën sot, sado që jam në punë, por që jam në orën 5 mbasdite edhe kemi kohë dera të herë. Ne shkuam atje, ishin shumë të sjellshëm stafi, ambienti tepër cute, shumë nëse ju bie rasti ndonjëherë që të vini në Augsburg ose nëse jetoni këtej vërdall të shkoni dhe t'i provoni. Ne shkuam atje dhe kur po bënim porosin, po flisim gjermanisht normalisht, edhe në një moment unë ja bëj perfetto. Edhe na pyetën, ishin dy çuna dhe na pyetën a jeni italian? Dhe ne i tham jo. Edhe ndërkohë që unë i thash jo, shoqja ime tha po, edhe po qeshte. Edhe pastaj tha Ukrainas? Jo, i thash, jemi shqiptar. Domethënë të gjitha këto në gjermanisht. Dhe tha, jeni shqiptar, po pse nuk flisni shqip? Edhe dolën që ata ishin shqiptar. Edhe po, ishte më bë shumë qefi se më pëlqen shumë që shqiptarët arrin edhe të çelin dhe të hapin gjëra shumë të bukura jashtë shtetit. Këtë e kemi të faktuar me vite, me shekuj, që ne shqiptarët jemi shumë të zot për shumë gjëra. Edhe kështu, kaluam një mëngjes shumë të këndshëm, croissantët ishin perfekt, unë e mora me Nutella, lule shtry dhe brenda, banane dhe nga ato kokrat me ngjyra. Ishte shumë e mirë, shumë e mirë, edhe më pas bëm një xhiro aty vërdall, ishte në zonën e Dom Augsburg, edhe kishin çelur lulet, kishin çelur pemët, në një moment nuk kam arritur të filmoj kur shkuam në Hofgarten, po ishte kaq bukur, t'ju lë foto këtu ta shikoni, se u mallëngjeva realisht, isha duke bërë thjesht foto me telefon dhe harrova ta hapja fare kamerën, edhe bëm një xhiro aty, ulëm pak në diell, kishte njerëz pafund, të gjithë po e shijonin diellin sot. Edhe kështu kaloi paraditja ime, erdha në shtëpi, postova disa foto në Instagram që të më shkoni të më ndiqni edhe aty, edhe thash po hap kamerën si që do zakoni që t'ju përshëndes edhe t'ju uroj mbi të gjitha që t'jeni shumë mirë. Ndërkohë doja të bëja edhe një review super të sinqert këtu te kanali im për dy produkte që i kam marrë kur shkova në Shqipëri nga Glow Skin. Kam marrë këtë BB creamin që është nga kjo firma këtu nga Purito, që nga Purito kam edhe hidratuesin, është kjo këtu dhe në fakt këtë kam përdorur edhe sot dhe fytyra ngjan shumë me shkëlqim, ngjan shumë e pastër, sado që jam edhe me cikël, edhe tani fillon dhe më rregulloj dhe më qetësohet akoma më shumë fytyra, edhe produktet që vendosim në lëkurë ngjan shumë herë më mirë. Tua tregoj këtu
Më nga afër, nuk e di, mua më pëlqen shumë, është shumë i lehtë në lëkurë, edhe të jep një ndjesi freskie përveç faktin edhe glowy që nuk të ngjan lëkura si pajet. Unë vdes për produktet që kanë pak shkëlqim, jo atë shkëlqimin që të ngjan sikur e ke fytyrën plot me yndyrë edhe të papastër, por atë shkëlqimin që ngjan fytyra e gjallë dhe plot jetë. Ky është produkti i parë dhe këtë në fakt e përdora sot për herë të parë, ndërkohë Milk Touchin e kam përdorur dje ku kam bërë dhe në Instagram këtë reelin këtu, po ua bëj një përjashtim kështu që mos të futeni ta shikoni, po ua lë direkt këtu. Megjithatë ju shkoni më ndiqni se jeni të sigurt që bëj kontent shumë të bukur aty. Është ky këtu, un kam zgjedhur këtë boshellin që vjen pak më në madh dhe ka një mbulim pak fare më të madh, mund të them, se BB krimi. Un këtë do ta sugjeroja më shumë kur kemi më shumë kur do me i ka pak më të rënduar, kurse kur do pak me i ka për përditshmëri apo diçka e tillë, ky është perfekt. Ndërkohë, ky Milk Touchi është tepër cute dhe i bukur si dhe për paketimin, edhe vjen gjithashtu bashkë me pufin e vet, që e hap kështu se unë e kam përdorur dhe duket kështu nga brenda. Edhe e lyen këtë këtu, edhe mund të haqësh pak produktin këtu dhe e bën çk. Ajo që më pëlqen më tepër është që vjen së bashku edhe me një Milk Touch tjetër rezervë, se kam prishur paketimin, nga që doja ta hapja dhe ta shikoja, që vjen po prap me pufin e vet dhe në moment kur ti e mbaron atë, sepse nuk e kam hapur në fakt, edhe ja, duket kështu. Hiqet kjo letra dhe hapet kështu, por mos ta aprishim sepse unë për momentin kam atë, kemi kohë derisa ta përdorim dhe të rinisim këtë. Se është, me sa kuptova, është një produkt që nuk mbaron lehtë. Kështu që këto ishin dy produkte dhe dy review super të sinqerta nga ana ime. Milk Touchi është shumë i mirë, ta mendoni që ka dhe SPF 50, ka mbrojtje PA+++ me 4 plusa, që do të thotë na mbrojtjet edhe të rrezeve të diellit edhe atyre më të dëmshme. Kështu që nëse jeni duke kërkuar, ua super sugjeroj që ta merrni, do ta shikoni gjatë gjithë vlogjeve të mia edhe videove të mia për të parë që do ta përdor shpesh edhe ta shikoni akoma më mirë edhe se si do qëndrojë në lëkurën time. Po me sa kam googluar, ky produkti këtu është shumë i mirë për gocat me problematika akneike dhe me yndyrosjen në lëkurë, sepse nuk është se ta lë fytyrën komplet mat edhe të ngjaj fytyra sikur kështu, por të lë një efekt shumë natyral dhe duket sikur përdor filtr në fytyrë. Ua super sugjeroj edhe këtë, do t'i shikoni të gjitha në videot e mia në vazhdim. Nëse jeni të interesuar, mund t'i gjeni te Glow Skin në Tiranë, qoftë pikat e tyre zyrtare, qoftë edhe nga Instagrami i tyre. Aty u flas pak sa bukur kalova në Shqipëri. Dua t'ju falenderoj shumë për gjitha mesazhet që kam marrë, edhe për komentet nga videoja e fundit, që më keni uruar t'ja kaloj bukur, edhe për ngjyrën e flokëve. Por siç mund ta shikoni, ngjyra e flokëve thuajse 90% ka dalë për arsye se e kalojnë ditët dhe normalisht që do lajemi dhe normalisht që kjo ngjyrë shkarkon dhe del sepse është shampo kolor, nuk është se është boj. E di, më shkon shumë si ngjyrë, por të jem e sinqert, flokët e mia kanë marrë jetë këto kohët e fundit dhe nuk dua që t'i shkatërroj, po dua të mundohem që t'i zgjas akoma më shumë, edhe ndoshta, por asgjë e sigurt, mund të lyej dhe mund të bëj diçka më tej. Por për momentin fokusi im është që t'i rris edhe të jenë sa më të shëndetshme. E di, nuk kam përdor ndonjë linjë wow apo diçka, shampo përdor shampo marketi, sepse nuk kam gjetur akoma një shampo që të më pëlqej tepër këtu në Gjermani. Nëse do isha në Shqipëri do t'i rikthesha shampo Soluedës për yndyrën, sepse ishte vërtet shumë e mirë. Dhe kam përdorur, nuk kam ndar asnjëherë nga rutina ime, rvajin e rozmarinës dhe Olaplex numër 3-shin, maskën që e përdor një herë, 2 herë në javë sa të kem mundësi, sado që tani më ka ngel edhe një herë për ta përdor dhe më pas mbaron. Jam pak produkte të shtrenjta këto të Olaplexit, por që ka marrë shenjë nga flokët e mi që e dashurojnë, do me thënë, si produkt, edhe po shoh rezultat, kështu që do mund t'i kthehem, sepse gjithë jetën time kam vuajtur me flokët edhe me aknet. Kështu që për mua do të thot shumë që flokët e mia rritur kaq, se i kam bërë edhe pak me onde, edhe ngjajnë pak më të shkurtra, por realisht janë zgjatur edhe më pëlqejnë tepër.
Isha në Shqipëri, kalova shumë bukur, nuk mora kamerë me vete, në Instagram nuk kam bërë foto shumë edhe për mos të thëmë fare, thjesht një 2-3 story postova. Kalova shumë bukur, shkova tek nëna edhe mbusha nënës dyqese me ushqime, nëna nga anë e mamit, se mund të them që nëna nga anë e babit thuj se nuk i mungon asnjë gjë. Jo se nënës nga anë e mamit nuk i mungon asnjë gjë, sepse ne ja plotësojmë çdo gjë që ajo ka nevojë, por thjesht nëna nga anë e mamit jeton vetëm edhe ndihet pak më e vetmuar edhe kështu. Edhe po, shkova te nëna ditën e 1 prillit në fillim në gjatë ditës. Mora dhe makinën, më kishte lënë babi makinën në shtëpi edhe shkuam bashkë me nënën edhe në Varezat e Dajat edhe te gjyshi. Kaluam një ditë shumë të bukur dhe produktive me nënën aty, pastruam, mbollëm disa lule, çuam ca lule të tjera. Ishte një ditë shumë e bukur, kaluam paraditën aty, kisha marrë edhe Noelin, t'ju lë një foto me Noelin të shtëpiza e nushit tim, që është ajo shtëpiz mbar gjithë dashurinë dhe që unë kam brenda meje për gjithë jetën time në Shqipëri. Prandaj më mungon Shqipëria njerëz, prandaj më mungon se jam rritur me shumë dashuri aty, edhe fakti që kur vi këtej edhe jam vetëm, okej, kam vllajën e di, po fakti që jam këtej larg familjes, larg çdo njeriu të zemrës time, më dhëm kjo si gjë se unë, siç ju thash, jam rritur me shumë dashuri edhe më mungon ajo dashuria. E dua atë, nuk më intereson domethënë as leku, as një gjë këtej. Unë e di shumë mirë që jeta këtej mund të ketë mundësi shumë të mira për të ardhmen, ekonomia, pagesat, rrogat, çdo gjë. Nuk më hyn fare në sy kur unë kam nevojë për dashurinë e familjes time, për prindrit e mi, kushurinë e mi. E di ça kam kuptuar që njerëzit kanë marrëdhënie shumë të ndryshme me Shqipërinë. Do me thënë, dikush do t'ikin nga Shqipëria sepse nuk duron dot njerëzit, dikush do t'ikin nga Shqipëria si një shpëtim nga jetesa që ka aty. Unë nuk jam ky rasti, unë jam rasti që ika nga Shqipëria për të bërë një shkollë, një eksperiencë ndryshe, për të mësuar më shumë për jetën. Nuk kam ikur kur nga Shqipëria me idenë unë do iki nga Shqipëria dhe dua të kthehem më kur në jetë, por që gjërat ndodhin gjithmonë për një arsye, edhe kjo fakti që kam marrë në Gjermani më bën që ta dua më shumë vendin tim edhe njerëzit e mi, edhe disa gjëra më mungojnë pa fund edhe nuk do t'i zvendësoja, ky vend domethënë Gjermania nuk mi zvendëson kurrë ca gjëra. Edhe për mua këto gjëra janë më të rëndësishme se sa shumë gjëra të tjera materiale këtu. Kalova 3 ditëshin tim më të bukur të këtyre ditëve, edhe kur isha te mami dhe babi, po i thoya që këto domethënë këtë periudhë të jetës time po ndihem shumë pa stres. Edhe nuk jam mësuar kështu dhe jam shumë e lumtur, po thoya, dhe më duket sikur kur jam shumë e lumtur që ndihem pa stres, më duket sikur do ndodh diçka e keqe, sepse këto 2 vite e pak që kam në Gjermani, çdo ditë vetëm stres, mërzitje, lot, shumë gjëra, edhe më dukej sikur jeta ime tani që jam më e qetë, më e lumtur për shumë gjëra, edhe thoya, okay, më duket sikur ndonjëherë nuk e meritoj të jem kaq e lumtur, po këto janë thjesht budalliqe të mendimeve të mia, të kokës time. Edhe po thoya, është normale të ndihem kështu, domethënë kisha harruar si t'ishte të jetoja pa stres, sepse natyrisht këtu në YouTube nuk tregojmë çdo gjë që na ndodh në jetë, nuk tregojmë çdo moment delikat të jetës tonë. Shumë gjëra mbahen edhe për veten tonë, që madje shumë gjëra nuk tregojmë as në familje, po thjesht i mbajmë brenda vetes tonë, edhe ndodhin që të jemi kështu të lumtur edhe të qajmë kur nuk kemi strese në jetë. Kam kaluar shumë mirë në Shqipëri, u çmalla, sado pak, por do rikthehem prapë në Shqipëri në fund të majit, sepse kushëriri im djali Xhaxhait mbush 20 vjeç edhe Xhaxhi na preu bileta të dyve që të shkojmë të dy atje dhe do festojmë ditëlindjen e tij. Duke qenë se un kam ditëlindjen në 15 maj, thash e di ça, do shkoj në Shqipëri edhe ato nga data 26 që do nisemi ne, ato një darkë do ta marr të festoj dhe unë ditëlindjen time, se kam qenë 19 vjeçë që nuk fryj më qerin për ditëlindjen time. Edhe më ka marr malli kur këndojmë shumë urime dhe frym
Qirin duke shprehu një dëshirë. Okej, i lëm emocionet, i fshim emocionet, janë shumë të bukura dhe ndonjëherë njeriu ka nevojë kështu të shprehet. Dhe le të tregojmë gjëra akoma më të bukura. Nesër që është e diel, do shkojmë te një gocë në Mini që bën make-up profesional sepse merret me këtë punë dhe ka hapur sallonin e vet, gjërat e veta, edhe do shkoj bashkë me shoqen time, Sonilën, sepse ajo e njeh këtë gocën dhe nga ajo më ka kontaktuar edhe mua edhe do shkojmë atje të bëjmë një make-up të bukur, do ju marr edhe juve sigurisht me vete, edhe do kalojmë një fundjavë shumë të bukur. Para se të bëjmë gati edhe të nisem për punë, se koha kalon, nuk rri fare në vend, dua t'ju tregoj edhe disa gjëra cute që më kanë bërritur nga një bashkëpunim. Është një bashkëpunim për në Instagram në fakt, kështu që nuk është e thënë ta tregoj në YouTube, po un kam qejf që gjërat e bukura t'i ndaj gjithmonë me ju. Jo vetëm thjesht fakti se është bashkëpunim dhe t'ua tregoj. Jo, thjesht më pëlqen, janë gjëra tepër cute dhe t'ua tregoj pak. Të gjitha këto veshjet janë nga Cider dhe unë po mundohem shpejt e shpejt t'ua tregoj, që mos ju marr shumë kohë dhe juve se u zjata shumë duke folur dhe më falni nëse ju lodh më thoni. Shikoni pak ç'a më kishin dërguar, unë tha çfarë ishte kjo? Shkoni pak se sa cute që është 1 metër, edhe faktikisht ky metri më duhet. Pse nuk fokusohesh, të lutem, fokusohu, mu bind kamere dashur. Është ky metri, okej, nuk do. Është ky metri edhe faktikisht, shko, mbyllet me këtë këtu. Hop. Edhe shko pak se sa cute që është. Edhe thash, më duhet se kur postoj në Vinted ka shumë njerëz që më shkruajnë sa i gjatë, sa i gjerësh dhe unë s'kam pas 1 metër dhe mundohesha me vizore. Edhe tani që kam këtë, tepër cute. Kam marrë këtë në tipin e fundit, shumë i bukur, po kur e mendova fix fund. Këto vi si breçka që del gjysma e prapanicës del jashtë, kështu që nuk është se do ta vesh. As për në plazh mendoj se ngjan çik si egzageruar. Se shiko vi si fund pantallon, por poshtë vi si breçka fix, domethënë. Edhe ngjan kështu, nuk e di sa do mundohem të bëj një 2 foto video cute për t'i postuar në Instagram për bashkëpunimin, por gjithsesi do mundohem këtu në shtëpi. Kam marrë edhe këto pantallonat e gri serioze, që janë goxha të bukura, edhe këto i provova, i kam marrë masa M, vinë bashkë me një kopës të vetën, edhe etiketat e veta, edhe këto mendoj që janë shumë të bukura. Këto mund të vishen edhe me taka, me ndonjë këmish, apo dhe në ver me atlete, shumë bukur. Pastaj kam marrë këtë korsen, që kjo më pëlqeu shumë në fakt dhe mendova ta visha për ditëlindjen e të dashurit, por që nuk e vesha, vesha një këmish atë ditë. Është kjo këtu dhe mbrapa lidhet me këtu, nuk kam bërë ende foto dhe me këto, se e kam lënë pak pezu këtë si bashkëpunim, por e ka këtë materiali si të shëndisur me dorë dhe uroj shumë që të më ri shumë bukur. Ky body është shumë i bukur, është ngjyra kafe që është në ngjyrat e sezonit, vjen pak e hapur tek pjesa e dekoltes, por që vjen body poshtë dhe më pëlqen shumë se të rri i ngushtë pas trupit dhe sikur të mbledh pak. Dhe të fundit kam marrë këtë setin, që është kjo këmisha me kopsa, që vjen pak si crop dhe bashkë me një fund pantallon që vjen goxha i shkurtër, edhe për gocat që kanë pak vithe, është problemi se të ngrihet pjesa pas dhe ngjan pak egzageruar, por që mendoj për në plazh do jetë shumë bukur dhe më pëlqen kjo ngjyra e verdhësh, e kam thënë, është ngjyra e sezonit. Kërkoj dashurim është në Itali edhe më kishte nisur disa foto, po sa e bukur që është ajo Roma. Nuk e di domethënë dhe kur i thash sa bukur, më tha do vim edhe një herë bashk. E thash, "Okej, shpirt, kalo bukur, kënaqu." Aq duam ne gocat. Thjesht na majnë çik me të mira, thjesht sa bën fjala. Pastaj tjetër gjë mua betet vema, po nuk vem.
Ko pa bërë një supermarket haul, kështu që le të bëjmë një. Ta kam ardhur nga puna në fakt dhe thash të shkonim bashkë ta bënim këtë supermarket pazarin. Por isha afër aty dhe thash e di qa Paula, futu shko meri edhe kthehemi në shtëpi se nuk kam ndërmend më të dal jashtë sot se ndihem shumë e lodhur. Një kafe nga Starbucks. Kjo është pestoja ime e preferuar. Oriz, pako me fara, 2 çokolata të tilla, lule shtrydhe, kam marrë 2 buk, parmigiano, një kola, nga këto bukët si kubeti, se kur bëj sallatën i hedh edhe pak nga këto edhe nuk konsumoj buk, por këto. Gjeta Fanta portokall te kreve, kështu që e mora një se më kishte marrë shumë malli. 2 ujë, 2 pako me makarona, kam marrë këtë mishin e gicit që ta bëj në furrë me patate ose me oriz, nuk e di, të shohim. Patate, këto janë patatet më të mira te kreve që kur i skuq një gjë njësoj si ato patatet që ham në Shqipëri që na bën mami. Pastaj për shtëpinë kam marrë këtë për WC-n, një Ajax për parketin, për WC-n përsëri, edhe këtë aromën ta provojmë. Dhe të gjitha këto na kushtuan 40 euro e 79 cent. Tani shumë herë më mirë besoj, dushi është ajo që rregullon çdo gjë. Të gjithë lodhja jo, po tani më shumë ta lodhjes iku edhe ndihem shumë mirë. Kjo për arsye edhe sepse nesër jam pushim, edhe i bie gjysma e ditës sot dhe gjithë dita nesër jam free edhe mund të merrem dhe të shijoj këto ditët me diell që na ka nderuar Zoti në Gjermani këto ditë, sado që është pak goxha freskët, akoma nuk është ai dielli që të ngro. Po, t'ju bëj pak update, nuk kam filmuar nga e diela, siç ju thash që do ikja për të bërë make-upin në Mini, por ndodhen disa ndryshime dhe nuk më na dilte edhe koha më shumë sepse unë isha edhe në punë pas dite, kështu që nuk doni që të shkoni me vrap dhe të vini me vrap dhe e lam për këtë javë, e shtym për këtë javë që do vi ajo goca këtu në Augsburg edhe do kalojmë në fundjavë një ditë. Sigurisht që kur të ndodhe dhe kur të jetë kështu si ditë, do ju marr edhe juve me vete, se dhe un kam qef që të filmojmë kështu gjëra girls things. Edhe nuk filmova fare të dielën, të jem e sinqert, se dhe pastaj vonë u ngrita, ika në punë, erdha, filmova të hënën, që pas punës të hënën e mora kështu si ditë për të shqetësuar, për të relaksuar. I keni parë klipet që dje thjesht jam kujdes për veten, kam bërë një 2 pako gati për në Vinted që duhet i çete posta, i kam lënë edhe aty disa ca janë dhe në shesh. Edhe sot u ktheva nga puna, bëra shpeza siç ju thash, edhe tani një dush edhe pak relaks në shtëpi. Ora është goxha 4, po këtu kemi goxha dritë akoma të mirë se kemi diellin, plus edhe dita është zgjatur, këtu në Gjermani tani zgjat dita më shumë se aty në Shqipëri. Diku te gjysmë ore, 40 minuta, diçka e tillë, por që më pëlqen kjo gjë që sa vinë edhe më shumë po zgjatet dita, kemi më shumë dritë dielli, edhe le të shijojmë këto ditët më mirë akoma. Tani unë them që bleva ca lule shtrydhe, ti marr ato, ti laj, ti shplaj mirë e bukur, ti vendos në një kupë edhe të dalim tek pjesa pas e shtëpisë që e kemi rregulluar sado pak, se tani ju kam thënë para shumë videosh që këtë pallatin ton, ndërtesën tonë ka bler një pronar i ri dhe ky po rregullon dhe po ndryshon ca gjëra. Edhe po na e bën goxha lezetshëm atë pjesën aty jashtë, po thjesht ka nisur që në nëntor me ato edhe imagjino, jemi në prill dhe nuk e kam përfunduar akoma një copo borri aty. Nuk e di, domethënë që më të shumtat e gjërave ne po i bëjmë vetë thuajse. Për shembull pjesën pas aty e ka rregulluar Armando me një komshi sipër, me një familje kroate që i kemi çik gjërat e përbashkëta sikur përputhemi pak me këto gjëra se si duam oborrin, gjërat shtëpinë kështu, edhe pjesën pas tu direkt pas dritares time të gjumit, të dhomës së gjumit, kemi vendosur tavolinën dhe atë që do bëjmë grill, zgarën e gjëra të tilla. Në fakt, kemi pasur pak debate, mund të themi, me këto familjen kroate, se këta donin të vendosnin në tendën e tyre këtu. Edhe i tha Armando, nuk është normale, i tha, se tani ne kemi dhomën e gjumit aty, normalisht në dhomën gjumi ndrohesh, nuk e di, ndodhish në dhomën gjumi mbi të gjitha, edhe jo gjithkohës, unë sare të hap grillën dhe të kem pamjen e tendës së tyre, sa tani që vin koha, ai plaku për shembull rri aty gjithkohës, kështu që nuk është gjë normale. Edhe sikur i rregulluam çik gjërat e kështu, domethënë që i tham nuk është normale, nëse dhe ti do ishe në vendin tonë të njëjtën gjë do bëje, edhe pranoj dhe por i aty tani
ndoshta ky donte ta çonte këtë këtu, nuk mendoj gjëra negative absolutisht, po thjesht sepse këtu në mëngjes bie diell pak më shumë se sa më pas ku ka ky tendën tani. Edhe tani aty hije është, po unë them të thaj flokët, të marr ato lështrytet e mia, të marr edhe pak laptopin të kthej emailet e bashkëpunimeve dhe gjërave të tilla, sepse nuk kam thyer asnjë lloj gjëje absolutisht. Dua të rregulloj edhe pak planerin tim të javës, të rregulloj pak idetë edhe video që duhet të bëj për në Instagram. Me pak fjalë të merremi pak me këtë punën time online që e dua shumë. Në fillim edhe unë kam qenë shumë skeptike, ja bjon ç'është kjo, punë online, gjëra të tilla. Edhe pastaj kalonin kohët. Normalisht kur ti i kushton vëmendje diçkaje, i kushton kohë, jep nga vetja jote shumë aty. Edhe në moment që ti dhe fillon paguesh, përblehesh, thua, opa, kjo vërtet është një punë. Ti po bën çdo gjë aty, po investon aty, po kushton kohë, që këtë kohën unë mund ta kisha kushtuar te një punë tjetër, për shembull, mund të kisha bërë dhe një mini job tjetër, edhe mund të shkoja atje dhe të punoja. Kështu që po, është një punë tamam e mirëfillt. Ndonjëherë kur bëj muhabet me mamin dhe i them që nëse do ishte puna në varësi të sa lodhesh ti fizikisht, i bie atëherë që puna e ndërtimit do ishte puna më e paguar. Dhe këto punët pastaj me kompjuter, me këto që po ndodhin dhe sot e kësaj dite me informatikën e gjëra të tilla, i bie që këto nuk do ishin punët më të paguara, po që gjithçka po vin rreth digitalizimit, po vin rreth marketingut, që është bërë një faktor tepër i rëndësishëm qoftë për çdo njeriu. Do të thënë një biznes sot, po më merr edhe mushi im se nuk kam folur fare sot. Edhe po thoja që një biznes sot pa marketing, pa një rrjet social nuk ecën dot. Kështu që po, rrjetet sociale janë shumë të rëndësishme në jetën tonë. Ami mush. Ja, po bëj vlog, bëra dush. Përse është shumë ftohtë brenda në shtëpi. Ndërkohë tani direkt kur po flisja me mamin më erdhi një ide për një video dhe bëra një reel në Instagram që do ta postoj tani, 5 produkte që do t'i ribleja gjithmonë dhe përsëri. Kështu që të shkoni në Instagram edhe ta shikoni videon. Rinia muj nuk vjen më. E tikin tutje, se vajzat bëjnë plaka. Te pjesa e sheshit e kemi shtruar me këto si tallash kështu, edhe këtu kemi bërë një kënd të vogël që është për të vendosur zgarën, dhe më pas aty kemi shtruar me disa pllaka që kemi vendos tavolinën, por që ngjan goxha rëmuj sepse dhe muri këtu duhet të lyhet, edhe këto hekura duhet të hiqen dhe aty pastaj është dritarja e dhomës time. Edhe shikoni pak sa bukur e kemi kohën. Lulet e shkreta këtu që nuk mund të quhen me lule, kanë gjithë dimrin të shkreta këtu jashtë, edhe shikoni pak vetëm kjo mullaga këtu sikur ka rezistuar, apo e ngatroj dhe kjo nuk është fare mullag. Edhe ajo atje, që është karafil. Megjithatë edhe pak kur të ngrohet ka, do t'i rregullojmë bashkë këto lulet, edhe t'i mbjellim nga e para, të marrim disa lule të tjera në market, edhe ta bëjmë pak ambient më të bukur. Shikoni pak, ngjan shumë keq. Edhe ata aty e kemi lënë që të mund t'i nderim rroba tani që është ngrohur koha, se gjuna pse t'i thajmë në tharse. Tani rrobat që janë të bardha, mendoj më shumë që t'i thajmë në tharse, se mbledhin më shumë plur, dhe rrobat e bardha janë ato që janë dhe të përbrëndshme të gjitha, kurse rrobat e punës Armando, sot të zezat e kështu, t'i nderin këtu dhe të marrin edhe dritë dielli, se kanë dhe rrobat nevojë për dritë dielli.